një mekanizëm këtu. Pra, me një mekanizëm ekzistues ka KQZ-ja, po KQZ-ja aty është trup që ka dhe organe tjera, ka tjetër ligje, tjetër funksionim të brendshëm e gjithçka tjetër. Tash në këtë diskutim ti po thu këtë vullnet o dosh me allon deputet. Unë mendoj që deputetët nuk duhet përzihen në terrenin e gjyqësisë, është gabim. Më kesh kuptova, pse s'më kupton. Jo, po kuptoj shumë mirë. Nëse ki vullnet politik, si subjekt më i madh politik, e ki shumicën, dhe e shet që hapësira ligjore mungon, baza ligjore mungon, që një subjekt politik që ka kryer një sulm terrorist, mu shpall si i tillë, si grup, ti duhesh me bë bazë ligjore, se kjo obligim. E kjo obligim, se shumicë me thonë qeveria, propozon ligj, amendament tonë konvent, bëhet bazë ligjore, organet e drejtësisë kanë bazë me e shpall. Jo veç do të qiqim, po komplet listën serbe edhe me largu për këtij vend. Domethënë mos me leju as me garu me atë temën. Kjo është baza ligjore që ju keni mund me bëj. Fuqinë absolute e keni. Veç një minutë kam. Kuptojmë po e shpjegoj. Por ka ndodhur për 5 vite sa po e qeverisni këtë vend. E para, po jo, se ç'është çto problemi, se komplet i gabim. Po pse më gabim? Sepse unë mendoj që e para, askush nuk i ndal organet domethënë e gjyqësisë, sistemin domethënë aktual, që me fillu domethënë me ia dhon dënimet e tyre. Mas pari akt akuza kundër domethënë këtij grupi kriminal është bërë shumë vonë. Aden, prej prokurorit. Pa. Veç tash ta klasim shtruar, unë kur domethënë du me artikulu këto që po e diskutojmë. Domethënë, akt akuza ndaj këtij grupi kriminal tash kanë filluar me mbajt, domethënë tek tash kanë filluar me mbajt seancat. Dhe na çka kemi thonë si lëvizje në ndosje. Le të vazhdojnë, le të mbahen seancat ose tashmë është dashur të përfundu kjo. Sepse ne kemi konsideruar që prokuroria speciale ka nisë shumë vonë, kemi marrë kritika në atë çka po thoni e çka po diskutoni, edhe ke pas një mekanizëm në dorë. Mekanizmi ka qenë KQZ-ja. Dhe në këtë formë ke pas edhe botim të shpesht, domthon abstenues të PDK, LDK dhe Aleanca. Di pse ke pas? Sepse edhe nëse realisht, për shembull, hajde po e marrim në formë figurative, Kurti nuk arrin t'i bëj numrat, edhe pse unë besoj 100% i bën. Me kanë e bëjë qeverinë këta me listën serbe. A e kanë bëu më herët, e kanë bëu. Pra gjithmonë ki shembuj, nuk është pra ki shembuj se qysh PDK, LDK, Aleancë kanë bëu qeveri me listën serbe, ata i kanë alat. Prandaj e ke po edhe votimin në kuvendin e Kosovës e kanë të tillë. Nuk e të dosh me votojnë një si ata. Po shpresoj që ata që po na ndjekin të kuptojnë saktë çka po do me thonë. Nëse ki fuqinë absolute, ti s'ke nevojë as për PDK, as për AK, s'ke pas nevojë 5 vite. As për KQZ, as për prokurori. Ama ti e të në formë arbitrare me boll, jo, s'është arbitrare, jo, nuk është arbitrare, është bazë ligjore, të cilës i mungon Kosovës që një grup politik me shpall terrorist, ti vetëm duhesh me bëj çto. Ti e kryen punën tënde si qeveri, si politik. Pastaj bën presion prokurorisë. Dhe prokuroria dhe gjykata nëse nuk lëvizin, ndaj këtij grupi terrorist. Le dalim në çështje konkrete.